Tërmeti fort godet Italinë lëkundje të ndjehen deri në Shqipëri. Një tërmet i fort me magnitudë 6.2 ball goditi jugun e Italisë natën e të hënës ndaj të martës sipas të dhënave nga Qendra Sismologjike Europiane Mesdhetare EMSC. Epiqendra ishte në zonën e Kalabrisë, jo shumë larg qytetit të Paulos, në një thellësi prej 247 kilometrash. Tërmeti ndodhi menjëherë pas mesnatës sipas orës lokale në Itali, me dridhjet e tokës, të cilat u ndjen në një zonë të madhe të Europës jugore. Banorë të shumë të Kalabrisë dhe Sicilisë përshkruan skrena të pakëndshme. Qytetarët e Mesinës deklarojnë se dridhjet kanë qenë të forta dhe zgjatën shumë. Ishte shumë e ndjeshme, zgjati rreth 10 sekonda, shkroi një banor i Mesinës, ndërsa një tjetër shkroi se llampadarët dhe mobiljet po dridheshin. Banorët e Reggio Calabria raportuan se shtretrit dhe sendet shtëpiake lëkundeshin dhe një grua përshkroi se nuk dinte nëse duhet vraponte nga apartamenti i saj apo të qëndronte në vend. Goditja e dytë ishte edhe më fort dhe më e tmerrshme. Mund të dëgjoje pjatat që kërcisnin dhe dekorimet që lëviznin nëpër shtëpi. Shkroi një banor i Villa San Giovanni. Dridhjet u ndjen edhe në Napoli, Palermo, Taranto, Catania dhe qytete të tjera italiane. Shumë raportuan për llampadar që lëkundeshin, shtretër që lëviznin dhe mobilje që vibronin. Tërmeti u ndje dhe jashtë Italisë. Qytetarët në Shqipëri, Greqi, Maltë, Maltëzi si dhe Bosnjë Hercegovinë raportuan gjithashtu dridhje. Raportimet erdhën dhe nga Kroacia. EMSC raportoi se epiqendra ishte rreth 131 kilometra në veri të Mesinës dhe 19 kilometra në jug perëndim të Paulës në Kalabri.